20 vjetori i përfshirjes së këngës ISO polifonike në trashëgiminë kulturore botërore jo materiale në mbrojtjen e UNESCO-s është shoqëruar me një program aktivitetesh kulturore në Gjirokastër. Më 25 nëntor 2005, kënga polifonike do të certifikojë si një prej pasurive botërore, cilësim të cilin e ka merituar në shekuj, duke arritur të mbijetojë e të vijë deri në ditët tona fal brezave të këngëtarëve, interpretuesve dhe mbartësve të saj. ISO polifonia në rrugëtimin e saj shumë shekullor është interpretuar në mjediset familjare, shoqërore, skena artistike duke përcjell për artëdashësit vlerat e folklorit dhe traditës tonë kombëtare. Artistët popullor të moshave të ndryshme shprehen se ISO polifonia do të vazhdojë të ngelet e gjallë dhe përcillet në breza, si mëshirim i shpirtit të vetë kombit shqiptar. Sot është 20 vjetori ISO polifonis, jam shumë i emocionuar dhe krenar që në këtë ditë po e trashëgoj brez pas brezi, po e trashëgoj me familjen time, po ashtu edhe me brezat e rinj, duke i dhënë kontributin tim të veçantë. Kjo trashëgimi që quhet polifoni i ka rrënjët aq të thella sa bashkë me njeriu shqiptar. Në Shqipëri, pjesa juglindore e saj këndon polifoni, por polifonia ndryshon nga një zonë dhe tjetra. Kënga polifonike për mua më pëlqen shumë. Jam i mbledhur shpesh herë me shokët për të kënduar këngë polifonike dhe shpresoj që të vazhdoj dhe më tej kjo në çdo brez.